Përshëndetje miq të dashur të Radio Televizionit të Kosovës. Po takohemi së bashku në edicionin më të ri të emisionit Nxënësit e shekullit 21. Gjatë këtij cikli të emisioneve, vazhdimisht kemi prezantuar aktivitetet e programit për arsimin themelor të USAID-it. Sot do të flasim për zhvillimin e aftësive të shekullit 21 në mësimin e matematikës. Matematika, për shumë kënd, është e ndërlikuar dhe e vështirë për ta kuptuar. Një nga arsyet mund të jetë edhe se në shkollat e Kosovës mësimi i matematikës ka qenë i kufizuar për shkak të mungesës së pajisjeve arsimore praktike dhe teknologjisë moderne. Duke qenë se shoqëria dhe vendi i punës po ndryshojnë, kështu duhet të ndryshojë edhe arsimimi, në mënyrë që nxënësit të mund të zhvillojnë shkatësitë dhe kompetencat e tyre për të kaluar sfidat dhe për ta bërë Kosovën një vend me prosperitet. Sot janë duke ndodhur 3 lloje të ndryshimeve që ndikojnë në arsimimin matematik. Ndryshimi i matematikës në jetën reale, ndryshimi në teknologji dhe ndryshimet në kurikul. Të gjithë ne kuptojmë më mirë kur shohim dhe zhvillojmë aktivitetet në praktik, ndaj është shumë e rëndësishme që të kuptojmë ndikimin dhe rëndësinë e matematikës në jetën e përditshme. Themi se ka kaluar koha kur matematika ka qenë thjesht llogaritje në letër. Në ditët e sotme, shkenca e matematikës është ajo që ndihmon fizikantët dhe shkencëtarët tjerë të japin kuptim botës përtej shqisave dhe përvojës sonë, duke u nisur nga grimcat më të vogla e deri tek universi. Por çfarë roli ka teknologjia në matematikë? Matematika në jetën e përditshme mundson prodhuesit e lojrave kompjuterike dhe të animacioneve moderne filmike për të prodhuar pamje reale dhe natyrore. Mundësia po ashtu mundson edhe dizajnimin e programeve të ndryshme kompjuterike, të cilat kontrollojnë pothuajse të gjitha makinat moderne dhe aplikimet elektronike, duke filluar nga motori i automobilit e deri tek makinat e larjes. Kurikula e re, e cila është bazuar në kompetenca, një nevojën për të ecur para, për të siguruar një uritë matematike për zhvillimin e shkaktësive përkatëse. Kjo ka të bëjë direkt me punën praktike, ndaj është shumë e rëndësishme që në kuadër të mësimeve dhe librave tona të përfshihen dhe detyrat praktike. Sa më shumë që matematika lidhet me jetën e përditshme, aq më shumë nxënësit e kuptojnë rëndësinë dhe funksionin e saj në botën e tyre. Më shumë rreth këtyre metodave të reja, rreth punës së nxënësve dhe të mësimdhënësve, do të kuptojmë gjatë minutave në vazhdim përmes aktiviteteve që do të na prezantohen nga nxënësit e shkollës Shaban Shala në Besjan. Unë këtu kam disa numra që do t'ja jap me radhë dhe ju do të vendosni aty ku e kam vendin e tyre. Në rregull? Janë. Cili është ky numër? Dan. Cili është ky numër? 2. Eriona, cili është ky numër? 3. Rona, cili është ky numër? 4. Arjan, cili është ky numër? 5. Art, cili është ky numër? 6. Daorsa, cili është ky numër? 7. Ilda, cili është ky numër? 8. Erian, cili është ky numër? 9. Donat, cili është ky numër? 10. Era, cili është ky numër? 11. Visore, cili është ky numër? Ja tani, keni të gjithë numrat në dorë? Shikoni, edhe unë kam një numër këtu në dorë. Cili është ky numër? 0. Ku ka vendi numri 0? Atje. E vendosim numrin 0. Këto. Numri 1. Ku ka vendin? Nisë. Bravo. Numri 8. Ku ka vendin numri 8? Bravo. Numri 4? 4. Numri 12? 12. Bravo, shumë mirë. Numri 5? 5. Bravo. Numri 2? 2. Bravo. Numri 10? 10. Numri 6? 6. Numri 3? 3. Numri 11? 11. Numri 9? 9. Numri 7? Atëherë ju lumt, faleminderit shumë. Erika, çfarë aktivitetesh realizoni ju në grupin tuaj? Ne I bëjmë numra qip dhe tek. Dhe si e bëni këtë sepse shoh se ka shumë kube të shpërndara? Ne I bëjmë me kube. Po për shembull, për ta formuar numrin 2, ç'duhet bëjmë? Duhet të bashkojmë këta 2 kube. Dhe më pas numri 2 është qift apo tek? Është qift. Dhe do ta grumbullojmë pra në njërin anë apo jo? Po numra tek në cilën anë do t'i grumbullojmë? Në
Cilat janë numrat tek? Janë 1, 3, 5, 7, 9, 11 dhe 13. Dhe kështu e kemi formuar njërën anë, apo jo? Po për anën tjetër të numrave çift, cilat janë numrat çift? Janë 2, 4, 6, 8, 10 dhe 12. Po kur I mbledhim dy numrat tek, çfarë do të jetë rezultati? Me një numër qeft. Për shembull, e bëjmë një mbledhje këtu? Po. 1 plus 3 është 4. Edhe kjo është një numër qeft. Unë nga kjo po kuptoj që gjithmonë kur të mbledhëm numrin tek me tek, na jap numrin qeft. Adonis, për çfarë shërben ky shkopi që ti po mban në dorë? Ky shkopi numerik shërben për numrat tek dhe qeft. Dhe si e bën për shembull ti këtë me shkopin numerik? Unë e bëj shumë lehtë me shkopin numerik, për të mbajtur mend numrat më lehtë. Për shembull, e kthejmë nga kjo anë. Cili numër është këtu? 7. Dhe cili vjen pas ti? 9, Pastaj? 11, 13, 15, 17, 19. Numrin 7 e ke mbajtur në mend apo jo? Do ta heqim. Cili numër ishte pas numrit 7? 9, 11, 13, Po kthejmë një anë. 11, 9, Dhe cili numër? 7. Afërdita, çfarë aktivitetesh bëni ju në grupin e hënës? Ne në grupin e hënës bëjmë aktivitete me copësat të përzira, me copësat të përzira, ne do të formojmë 4 orë. Po si duket 4 orë në fillim? Në fillim 4 orë duket kështu. Dhe ne duhet ta prejmë ne duhet I prejmë 3 këndëshat dhe 4 orë që janë këtu. Duhet I prejmë së pari kështu. Ta prejmë së pari 3 këndëshin. Ne kur të përfundojmë gjithë, nuk duhet të shikojmë askon se si ka qenë 4 orë, por duhet ta bëjmë në mend dhe ta bëjmë vetë. Dhe pastaj të fundën. Afërdita, dhe çka ke kuptuar ti nga këto prerje të formave gjeometrike që ke bërë? Unë nga kjo kam kuptuar se nga kjo unë kuptoj më lehtë se 3 këndësh ka 3 brinjë që ka këndej 1, 2 dhe 3. Këto janë kulmet 1, 2, 3 dhe këndet. Por këtë 3 kënd ka si përfaqen e mbyllur. Tani do ta bëjmë bashkimin e 3 këndëshave. Kam mbetur pjesa e fundit e cila duhet të vi këtë. Bravo Afërdita. Fjolla, çka bëni në grupin e Lisit? Ne bëjmë krahasimin mes kalkulatorit dhe mendjes së njeriut. Për shembull, si e bëni këtë? Më tregosh. Kjo do të na I pyet neve dhe a do të përgjigjem më shpejt a ai. Do me thënë, aje ka kalkulatorin dhe ky do t'i paraqes me fleta, numrat që ju do t'i llogarisni dhe në qoftë se ti je më shpejt se kalkulatori, çfarë ndodh? Unë fitoj edhe ajo. Do ta fillojmë dhe do ta provojmë këtë lojë? Cila është numri? 6 herë 3. Sa bëjnë? 18. Kalkulatori këtë herë ishte më I shpejt. Ta provojmë edhe një herë tjetër. 8 herë 9. 72.
Ishe më e shpejt se kalkulatori. Edhe një herë? 8 herë 7. 56. Ishte si lloj barazimi kë? 4 herë 7. 28. Ishit shumë të shpejt që të gjithë, edhe djaloshi me kalkulator, por më duket se fjolla ishte më e shpejt këtë herë, apo jo? Profesoresh, jo vetëm nga fëmijët, por edhe nga të rriturit, matematika paragjykohet se është një lëndë e vështirë. Si mundet që një nxënës i shekullit 21 ta kuptojë e ta mësojë matematikën në mënyrë sa më të thjeshtë? Që nxënësit të jenë suksesshëm në matematikë, mendoj se atyre duhet të ofrojmë një mjedis të përshtatshëm të nxënit. Pra, duhet të ofrojmë mundësinë që ata të komunikojnë, të mendojnë, të jenë hulumtues, të zbulojnë modele, pra thjesht të jenë zgjidhës të problemeve të shekullit 21. Po si mund nxënësit që ta kuptojnë në mënyrë sa më praktike ligjin për ndërrimin e vendeve të faktorëve në problem? Jona, këtu keni disa kube, rreshta me kube. Unë kisha dashur që ju t'i renditni 4 rreshta me nga 3 kube. Dhe kubet me ngjyrë të kaltërt i renditni 3 rreshta me nga 4 kube. Në rregull. Çfarë po vreni tani? Tani nga kjo anë, Sa është numri i kubeve? kemi gjithsej 12 kube, por edhe nga kjo anë duket se kemi 12. Këtë besoj duhet ta dëshmojmë edhe sikur I mbivendosim. I mbivendosim dhe me mbivendosje do të vërejmë pra se numri i kubeve do të jetë i barabartë dhe me këtë mund të konkludojmë pra se tamam në praktik ligji i vendeve, ligji i ndërrimit të vendeve të faktorëve. 3 herë 4 dhe 4 herë 3 Prodhimi nuk ndryshon. 12. Elza, po shohim se në kuadër të grupit tuaj po kryen shumë aktivitete. A mund të na flasësh më shumë për këto aktivitete? Po. Në këtë aktivitet ne kemi për detyrë që me anë të kubeve të paraqisim numrat katror. Dhe si bëni këto aktivitete, ta shohim në praktik pra? Ne marrim njërën pjesë, e vendosim dhe pastaj paraqisim numrat katror. Po me këtë fletën, çfarë do të bëni në fletë? Pra është fletë pune për shkallët e 2 feshta, apo jo? Ne duhet që ta zgjedhim detyrën, domethënë ta gjejmë shkallën e 2 fish të një numri. Për shembull, këtu është e paplotësuar. Shkalla e 2 fish të numrit 6 duhet të jetë 36. Dhe kështu me radhë për gjithë numrat, apo jo? Po bashkëpunimi me grup, si po shkon? Bashkëpunimi me grup është duke shkuar shumë mirë sepse të gjithë janë shumë të angazhuar. Gen tret, cilat janë aktivitetet që ju po I realizoni në kuadër të grupit tuaj? Në kuadër të grupit tonë, ne me asimtojnë e matematikës kemi ushtruar programin FMSLG. Kjo është një gjuhë programuese, me të mund të bëjmë shumë figura geometrike, po ashtu mund të bëjmë edhe loja, muzikë e tje. Dhe a keni përdorur edhe në orë të mësimit këto programe? Këto më shumë I përdorur kur jemi në kabinet, se kemi të bëjmë me programin. Po këtu po shoh edhe një letër, ka shumë numra, shumë shkronja, për çka ju shërben dhe si do ta transmetoni në kompjuter këtë? Këto komanda, me këto komanda ne duhet të shkruajmë në te programe dhe do të na paraqitet punimi sipas komandave. Keni punuar punime të ndryshme? Po. Atëherë do të na I tregoni këto? Po. Po të bëni një punim në FMSLG, ne fillim duhet të japim komandat. Repeat. 36, e hapën klapën e mesme, FD 60, right 61, back 80, left 21, FD 85, dhe right 41.
Ja për komodave në paraqitet punimi. Elton, cilat janë aktivitetet që i realizoni në grupin tuaj? Në grupin tonë janë disa aktivitete që janë përmes kompjuterat. Ai është një program e FMSLG. FMSLG është një gjuhë programuese në të cilën ne duhet të japim komoda për të na treguar ndonjë punim. Dhe për çka e përdorni ju më shpesh këtë program? Çfarë bëni me të? Me këtë program ne më së shumti bëjmë figura gjeometrike, bëjmë muzikë, shpesherë dhe dizajne të ndryshme. Si po shkon bashkëpunimi në grupë me nxënësit e tjerë? Bashkëpunimi në këtë grupë është shumë i mirë, ne po shkëmbejmë komoda të ndryshme dhe po bashkëpunojmë mirë. Do të na prezantosh edhe ti implementimin e një nga këtyre komandave në këtë program? Po. Repeat 50, hopën klopën e mesme, repeat random, 100, FD 300, BK 295, RT 2, mbyllëm klopën e mesme, RT 180, mbyllëm klopën e mesme. Një punim shumë bukur. Verona, në kuadër të grupit tuaj, çfarë aktivitetesh po realizoni? Ne po realizojmë aktivitetet figura gjeometrike, siç është 4-këndçi, 6-këndçi, 5-këndçi, 4 edhe figurat të tjera. Jo, do me thënë me anë të këtyre po i formoni këto figura gjeometrike. Po cilat janë materialet që po i përdorni? Materiali është i drurit dhe i hekrit. Dhe si e bëni kopjen e këtyre pjesëve me njëra tjetrën? E shpojmë një vrim dhe i kopi me këtë kopse që është e përbërë nga hekri. Po këto figurat cilat ju po i formoni, ku do t'i përdorni? Në cilat orëmes? Në orë të matematikës. Pra kryesisht në fushën e gjeometrisë. Dhe gjeni zbatim në çdo orë të mësimit i përdorni këto? Jo, nuk i përdorim çdo orë, por i përdorim në kur të kemi me gjeometri. Cilat janë ndryshimet që duhet të ndodhin në plan programin e matematikës? Fillimisht, plan programi i matematikës shumë abstrakt, nuk është ai i duhuri për të përgatitur nxënësit tanë për të ardhmen e tyre. Një i rritur natyrisht do të hasë në situatë në të cilën ai do duhej ta lexonte një grafik ose ta përpilonte atë, për shembull, të krijonte një grafik përmes të cilit do të llogariste kohën e duhur për ta shpërndarë postën edhe numrit të pakave që ata i shpërndajnë brenda një dite. Të mos harrojmë se nevojat jetësore të njeriut, në këtë rast të nxënësve, dhe zhvillimet e tyre janë bërë krahas matematikës në mënyrë të përbashkët edhe në mënyrë të pandarë. Të gjithë këta shembuj ilustrojnë në mënyrë të qartë nevojën për ndryshimet në kurrikulin e matematikës, në mënyrë që nxënësit tanë të përgatiten sa më mirë për sfidat që i presin gjatë shekullit 21. Mund të na flasësh më tepër rreth aktivitetit që jeni duke realizuar? Po, këtë aktivitet e kemi fillu fillimisht duke ndo pikat, do me thonë për me bo hulumtimin e yjeve ose numra trekëndor, e kemi ndo pika, do me thonë cilat kush me bo pikën, do me thonë pikat 0, 1, 2, 3, e kemi ndo edhe po flasë ma gjësisht do me thonë për këto, do me thonë
të numra trekëndorë ose të hulumtimi i yjeve, për shembull me 0 pika ose me 1 pik, do të thonë gjithmonë numri i segmenteve ka me kon 0. Ndërsa me 3 pika do të thonë në vazhdim gjithmonë ka do të thonë sa numri i pikave tjetë, do të thonë numri i segmenteve ka mu rrit, se për shembull me 3 pika ka me kon 3 vija, me 4 pika ka me kon 6 vija. Këto të kjo aktivitet na kemi kuptu shumë për këtë aktivitet, për shkak se na ka ndihmu shumë atë për me zhvillu, do të thonë, matematikën në teori. Ndryshe shukon në teori, tash që me bon praktik na ka ndihmu shumë, do të thonë, për me kuptu matematikën më mirë. Çfarë ndryshimesh do thotë të vëreni tani kur po mësoni me metoda të reja matematikën në dallim prej mënyrës tradicionale të mësimit të kësaj lëndë? Do të thonë, mënyra tradicionale që kon me teori është tash ndryshe për shkak se është me praktik, edhe më e mira e kësaj është se na punojmë në grupe, edhe do të thonë e dim ç'është është puna në grupe, edhe kena me pas, do të thonë kena ndihmon edhe më shumë për të ardhmen, me ditë për me punu në grupe. Edhe kjo do të thonë më e mira e kësaj është që mënyra ta që do të thonë e prekëm, edhe e dim që shbohet, është shumë e lehtë se ajo mënyra tradicionale me bo me teori. Do më me lehtë është praktik, se ajo teoria. Atëherë, këtu po isho disa katror të vegjël me ngjyra, a mund të na tregosh se për çfarë ju shërbejnë? Këta katror na shërbejnë për, do më thonë, si që kemi, do më thonë është lidhshmëria tek progresione i katrorve dhe, do më thonë, detyrës që kemi. Për shembull, një pik nuk na tregon asnjë segment. Ndërsa për shembull kur e bojmë kështu, kjo na bëhet 2 pika, e na bëhet një segment, një drejtë. Për shembull nëse marrim këto e bojmë, do të thonë bëhen 3 pika, na bën 3 segmente. Taj e bojmë edhe këtë pjesën tjetër. Edhe kjo na ndërlidh, do të thonë që bëhet, do të thonë kjo na shërben për me kuptu, do të thonë lidhshmërinë e progresionit mes këtyre katrorëve, edhe detyrës që do të thonë këtyre pikave, se lidhshmëria e progresionit. Edhe kjo po ashtu është edhe numri i katrorëve, se është numri trekëndor, kjo është numri i katror. Të kjo për shembull është kemi 4 vija edhe na bën 6 segmente. Adriatik, a mund të na flasësh më shumë rreth aktivitetit që jeni duke realizuar? Këtë aktivitet që jemi duke realizuar është një aktivitet i cili na tregon se matematika nuk mësohet vetëm në mënyrë tradicionale, por mësohet edhe në mënyra tjera. Kjo është njëra ndër mënyrat e ndryshme se si mësohet matematika në mënyra moderne. Kjo është me një shirin, nëse këtë shirit e morëm dhe bëhet një rreth i zakonshëm, e nxisim. Dhe pastaj e prejmë, do të formohen 2 rroth cilët janë ndopë. Po nëse marrim e formojmë prapë një rreth, po këtë pjesën e kthejmë për 180 shkallë, edhe nxjesim. Mos harrojmë cek se ky rreth ka vetëm një sipërfaqe për dallim nga rrethi që e prejmë herët, dhe po që nëse e prejmë deri në fund. Atëherë do të formohet një rreth i madh. Nga rrethi më parë që e prejtëm, u formuan 2, kurse në këto formohet një rreth i madh. Qose sa më shumë prerje që bëjmë, as më shumë rritet numri i rrothëve, edhe sa më shumë përdridhje që bëjmë edhe prerje, as më shumë do të rritet numri i rrothëve. Si e vlerëson ti këtë projekt? A të ka ndihmuar që ta kuptosh matematikën më mirë? Po, më ka ndihmuar shumë, sepse matematika nuk mësohet vetëm me numra, por mësohet edhe përmes formave dhe hapësirave. Edhe kjo mendoj se është një mënyrë më e mirë, sepse mësimi zhvillohet njëkohësisht edhe duke mësuar, por edhe duke luajtur. Can you
you tell us more about A mund na flisni më shumë rreth këtij manuali dhe aktivitetet që janë të përfshira në të? Projekti jon ka për qëllim aftësimin e nxënësve të cilët kur mbarojnë në shkollën të jenë të përgatitur apo të aftësuar për punësim. Ajo se çfarë përmban manuali është se si mësimdhënësit e matematikës mund të zhvillojnë këto aftësi për zgjidhjen e problemeve, aftësimin e punës grupore, aftësimin e nxënësve për IT gjatorëve mësimore të matematikës e të tjera. Prandaj, ky është edhe qëllimi i këtij manuali. Sa arrini ju ta menaxhoni mësimin e lëndës së matematikës, kur e dim që kjo lëndë kërkon më shumë koncentrim me këtë numër kaq të madh të nxënësve? Po dihet se është një punë jo e lehtë, mirë po fal aktiviteteve dhe përkushtimit me mjetet të konkretizimit, ne po mundohemi dhe po arrim deri në një masë që fëmijëve t'u bëjmë lëndën e matematikës më të lehtë dhe më atraktive. Pikrisht kjo drejtëza numerike që ju po e shihni këtu është një lloj aktiviteti që fëmijët shumë a lehtë e bëjnë mbledhjen edhe zbritjen e tyre. Nga kjo ne mund të nxjerrim si konkludim se nëse nxënësit vetëm ndëgjojnë, ata mund të harrojnë më shpejt. Ne këtu kemi paraqit tabelën e shumëzimit në mënyrë tradicionale që fëmijët nëse vetëm e dëgjojnë, ata mund të harrojnë shumë më shpejt. Nëse e shohin, ata e mbajnë mend. Po, nëse e bëjnë, ata do ta kuptojnë shumë më mirë dhe do të mbetet në mendjen e tyre për një kohë më të gjatë. Pikrisht ky aktiviteti drejtëza numerike që ju po e shihni këtu është një aktivitet mjet konkretizimi që nxënësve u bën shumë më të lehtë dhe më të kapshme, e është një punë jashtëzakonisht atraktive që tashve do ta vrejni ju me punën që e bëjnë nxënësit, mësimi i mbledhjes edhe zbritjes, po që mundemi ta zbatojmë edhe për aktivitete tjera në lëndën e matematikës. Atëherë, ju si mësuese jeni e njoftuar edhe me mënyrën tradicionale të mësimit, cili është dallimi mes asaj mënyre dhe metodave të reja të mësimit të matematikës? Po ne nëse bëjmë këto një dallim mes asaj tradicionales dhe bashkohorës, po mundohemi që me mjetet të konkretizimit ta bëjmë shumë më të lehtë dhe më atraktive mësimin e lëndës së matematikës, sepse shumë ne kemi paragjykime se lënda e matematikës është një lëndë e vështirë që fëmijët mund ta mësojnë, mund të kenë vështirësi, mirë po fal këtyre aktiviteteve nxënësit e dojnë edhe janë të motivuar ta mësojnë lëndën e matematikës. Ja tani ne përmes kësaj adresës numerike mund ta demonstrojmë mbledhjen edhe zbritjen e numrave nga nxënësit. A mund të vini a Denis? Hajde urdhani këtu. Përse e në numri 7? Sepse 0 plus 7 bën 7. 5 hopa bora. 1, 2, 3, 4, 5. Në cilin numër je? Unë tani jam në numrin 12. Përse e në numrin 12? Sepse 5 plus 7 bën 12. 3 hopa bora. 1, 2, 3, 4. Në cilin numër je? Unë tani jam në numrin 8. Përse e në numrin 8? Sepse 12 minus 4 bëjnë 8. 2 hopa bora. 1, 2. Në cilin numër je? Unë tani jam në numrin 10. Përse në numrin 10? Sepse 8 plus 2 bëjnë 10. 7 hopa bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Në cilin numër je? Unë tani jam në numrin 3. Përse në numrin 3? Sepse 10 minus 7 bën 3. 4 hopa bora. 1, 2, 3, 4. Në cilin numër je? Unë tani jam në numrin 7. Përse në numrin 7? Sepse 3 plus 4 bën 7. 3 hopa bora. 1, 2, 3. Në cilin numër je? Unë tani jam në numrin 10. Përse në numrin 10? Sepse 7 plus 3 bën 10. Mjafton shumë bukur.
Në ditët e sotme, mësimi tradicional I matematikës po bëhet gjithnjë e më I parëndësishëm. Kjo sepse ai është I bazuar në llogaritjet në letër, të cilat pothuajse në çdo fushë të jetës tashmë janë zëvendësuar nga kalkulatorët dhe kompjuterët. Nda është e rëndësishme që nxënësit të kenë aftësinë që të vlerësojnë dhe të llogarisin në mendje. Arsimimi duhet t'i mbajë nxënësit me informatat më të reja, në mënyrë që aftësitë tona të zhvillohen gjithnjë më shumë. Libri nuk është gjithmonë I mjaftueshëm për mësimin e matematikës. Prandaj, përdorimi I qasjes hulumtuese në matematikë ka shumë përparësi. Nxënësve u jepet mundësia për të shijuar dhe për ta kuptuar matematikën, të jenë kreativ, të bëjnë zbulime dhe në fund të jenë krenar për punën e tyre. Miq të dashur, me kaq po e përmbyllim këtë takim nga Uniona dhe Vlera dhe nga gjithë këta nxënës të bukur, dhe në takimin tonë të radhës, tong tong.